Fundi i këtij viti duhet të shënojë lëshimin në përdorim të objektit të teatrit dhe bibliotekës së Tetovës. Megjithatë, punimet në fazën e dytë janë realizuar vetëm 35%, ndërsa Ministria e Kulturës ka ndarë rreth 57 milion denar nga 300 milion të nevojshme sipas dinamikës së parashikuar. Drejtoresha e Qendrës për Kulturë Njomza Ismaili thotë se me këtë ritëm do të duhen shumë vite që objekti të hapet, por shpreson se ribalansi i buxhetit do të mundësojë mjete shtesë. Këtë vit janë para pa diku 57 milion denar për deri në fund të vitit, por me shpresë se kjo shumë nuk do të mbetet me kaq, shpresojmë që në bashkëpunim me të gjitha institucionet tjera të cilat kanë shprehë gatishmëri për të na ndihmuar, ndoshta me një ribalans të buxhetit do të parashihen edhe pak më shumë mjete, sepse realisht me 57 milion denar ky objekt nuk arrin të ngritet në ndonjë përqindje të punëve të cilat duhet bë. Diku 35% flasim për fazën e dytë, domethënë nëse vazhdohet me këtë ritëm, vërtet është përkeqësisje sepse objekti do të vazhdojë edhe shumë vite pa u hapur. Drejtori i Teatrit të Tetovës thotë se ndoshta janë i vetmi teatr në botë që nuk kanë objekt dhe kjo e bën punën e tyre shumë të vështirë. Realisht, domethënë ne nuk mund të kemi repertor të rregullt për shkak të objektit, sepse në Pallat Kulturës se kemi thënë me dhjetra e qindra herë se ka shumë aktivitete dhe ne nuk mund të gjejmë sallën e lirë kudo që i nevojitet teatrit. Çdo teatr kudo në botë ka objektin e vet, objektin e teatrit, vetëm ne funksionojmë në kuadër të Pallatit Kulturës dhe kjo është në një farë formë në mëshirën e fatit. Objekti duhet kryhet sa më shpejt, mirë po me dinamikën që është duke vazhdu, besoj se edhe shumë gjatë kohë do të presim. Objekti i Teatrit të Tetovës filloi të ndërtohet në vitin 2014, ndërsa edhe sot nuk ka përfunduar. Faza e parë mbaroi vitin më parë, ndërsa në gjykatën e Tetovës është duke u zhvilluar një proces gjyqësor për keqpërdorime të mjeteve financiare. Biblioteka e Tetovës funksionon me hapësira të ngushta dhe të shpërndara. Në vitin 2025 për Qendrën për Kulturë u ndan vetëm 11 milion denar.